nuk pyeti kur për ne. Gjeneta rrëfen me lot braktisjen e nënës dhe thot: shpresoj ta fal Zoti. Në një rrëfim të ndjerë dhe plot dhimbje, Gjeneta ndau me publikun historinë e saj personale që shumë pak njerëz e dinë. Ajo, që sot është një grua e fortë dhe e suksesshme, ka kaluar një të kaluar të vështirë, ku braktisja nga nëna ka lënë plagë të thella në shpirtin e saj. Nuk pyeti kur për ne, tha ajo me lot në sy, duke kujtuar momentet kur ishte vetëm një fëmijë i vogël dhe ndjeu mungesën e dashurisë dhe përkujdesjes së një nëne. Pavarësisht dhimbjes, Gjeneta ka arritur të ngrihet mbi të gjitha dhe të ndërtojë jetën e saj me shumë përkushtim dhe zemër. Por plagët e braktisjes nuk harrohen lehtë, dhe ajo qëndron sot me një apel të qartë. Të kuptuarit, faljen dhe mëshirën janë hapat e parë për të mposhtur dhimbjen dhe për të ndërtuar paqe me të kaluarën. Shpresoj ta fal Zoti, tha ajo, duke lënë të kuptohet se pavarësisht gjithçkaje, zemra e saj kërkon paqe dhe një zgjidhje për plagët e së shkuarës. Ky rrëfim prek zemrat e të gjithëve dhe na kujton se pavarësisht nga vështirësitë, forca dhe besimi janë çelësat për të ecur përpara.